Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në Fokus, mirë se erdhët në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Muaji i Ramazanit është një nga muajt më të shenjtë dhe një ndër periudhat më të rëndësishme për besimtarët musliman në të gjithë botën. Ai është një muaj reflektimi, përkushtimi shpirtëror, solidariteti dhe afrimi me Zotin. Gjatë këtij muaji besimtarët praktikojnë agjërimin islam duke u përmbajtur nga ushqimi dhe pijet deri në agim, deri në perëndim të diellit, por mbi të gjitha duke u përpjekur për një pastrim shpirtëror. Pikërisht sonte do të flasim për këtë muaj të shenjtë dhe unë kam kënaqësinë të prezantoj të ftuarit që i kam interesant dhe që kthehen për herë të parë në studio, pavarësisht se me Indrit Litën jam për herë të dytë në televizionin 6+1 Vlora dhe për herë të parë në Fokus. Mirëmbrëma Imam Lita, mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Lindita Hajrullah, sipërmarrëse në Vlorë, është një tjetër e ftuar e emisionit sot. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Gjeliana Mesutaj, mësuese, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Dhe Joni Hoxhaj, një i ri që do të ketë perspektivën e tij patjetër edhe në fe, patjetër në komunitetin musliman, pse jo, të Vlorës dhe të Shqipërisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam edhe që përfaqëson brezin e ri, për cilin e sot do të flasim dhe do të japim mesazhe të rëndësishme. Jemi në muajin e Ramazanit, një muaj shumë interesant ky për ato çfarë sjell, për mesazhet që përcjell tek të gjithë ne. Konkretisht çfarë është muaji i madhërisëm i Ramazanit? Fillimisht gjej rastin që të falenderoj për ftesën dhe për emisionin. Duke qenë që jemi afër fundit të muajit të Ramazanit, besoj një pjesë e njerëzve tashmë pra janë familiarizuar me Ramazanin sepse një pjesë e tyre janë agjërueshëm dhe lut Zotin që t'u pranojë agjërimin e tyre. Dhe një pjesë tjetër e shoqërisë ndoshta kanë marrë informacion nga kolegët apo njerëzit, shoqëria apo pjesa tjetër e shoqërisë e cila agjëron. Ramazani është një muaj i përcaktuar në Kuranin famëlar si muaj i cili duhet të agjërohet si një nevojë për njeriu. Një muaj i cili u mundsua në të zbritje Kuranit famëlar dhe një muaj në cilin ndodhet edhe nata e Kadrit. Pra janë disa elemente të cilët e bëjnë muajin e Ramazanit të dalluar nga muajt e tjerë. Edhe pse kohën e ka krijuar i Madhi Zot, për Allahu xhaleshanuhu, janë muajt e tjerë të vitit, Ramazani specifikohet pikërisht për shkak të Kuranit famëlar, për shkak të bereqetit që ka muaji Ramazani dhe për shkak të natës së Kadrit. Pra janë këto elementë që e bëjnë Ramazanin të dalluar nga muajt e tjerë dhe më të bereqetshëm. Dhe një mundësi më e mirë për t'u lartësuar për shkak të adhurimeve në përgjithësi dhe në veçanti agjërimit të tij, pra agjërimit të Ramazanit. Pra një muaj shumë i rëndësishëm, apo jo? Ky muaj në cilin jemi dhe që po shkojmë drejt fundit, e konkretizojmë dhe e përmbyllim javën që vjen. Me vlera shumë të mëdha në atë muaj, ku njeriu gjen paqen, gjen qetësinë, gjen lidhjen me krijuesin, që është domosdoshmëri, do me thënë që të kesh lidhje me krijuesin tënd. Është një muaj ku vetë kontrollohesh, ka vetë kontrollin, ka vlera njerëzore, sepse është muaj, do me thënë, ku njerëzit krijojnë marrëdhënie më të qeta, ku për hir të tij shkak, do me thënë, bëhet muaji i Ramazanit që grindjet mes njerëzve të mos të ndodhin. Qetësia, do me thënë, ndër njerëzore është një vlerë e rrallë kjo. Ju agjëroni vetë? Po, prej sa vitesh? Prej disa vitesh. Jam agjëruese e rregullt e muajit të Ramazanit. Shumë herët kam filluar agjërimin. Por si praktikante e fes kam diku te 3 vite pak. Edhe familjarët tuaj? Jo, akoma jo. Kam shpresën që mundet. Por ju, çfarë është ky muaj? Një muaj i rëndësishëm, po themi, pra po flasim dhe do të theksojmë edhe mesazhet më tej të kësaj bisede. Pse është i rëndësishëm për ty muaji i Ramazanit dhe agjërimi vet?
Ramazanit sigurisht është një muaj shumë i rëndësishëm për gjithë besimtarët. Rëndësia dihet pra është për pjesën e vlerave të cilat muaji Ramazanit përcjell dhe përpiqet që të na rikthej pra te vlerat më të rëndësishme që një njeri duhet të ketë, si mirësia, shtimi i veprave të mira, solidariteti, ndjesia e përkatësisë që ne duke ndarë dhe iftaret e përbashkëta, vizitat e shpeshta familjare, ne krijojmë një ndjesi shumë të përbashkët, pra do të thotë që ne i përkasim diçka më tepër se vetja. Dhe patjetër që na përcjell shumë paqe dhe Ju agjëroni vetë? po, patjetër prej shumë vitesh, agjëroj tashmë prej 8 vitesh, jam agjëruese e rregullt dhe Bashkë me familjarët apo? familjarët përpiqen të agjërojnë disa prej ditëve të muajit të Ramazanit, kryesisht në natën e Kadrit. Po, Joni, agjëron? Po, Shumë interesante që ju sa vjeç jeni? unë jam 15 vjeç. 15 vjeç. Po, Jeni i privuar gjatë orëve të ditës, si nga uji, si nga ushqimi. po. Si ndihesh? Pra, e ndjen mungesën e ushqimit apo? Sigurisht që do ta ndjesh mungesën e ushqimit, por duhet kemi parasysh që Ramazani mbi agjërimin është edhe një muaj që i mëson njeriu durim, modestinë dhe mëshurinë dhe shumë cilësi të tjera që çdo njeri duhet i ketë. Domethënë të jep një perspektivë se si jetojnë njerëzit që nuk kanë ushqim fare dhe dihet që kjo do ketë jo vetëm benefit për se si ti sillesh me veten tënde, me njerëzit rreth teje, por do ketë edhe vetë benefit me marrëdhënien tënde me Zotin. Po. Sa po bën që agjëron? Pra, është viti para, po? Jo, agjërimin e rregullt e kam nisur që 10 vjeç, domethënë i bie 5 vite, por edhe 8 vjeç kam agjëruar, por jo komplet muajin, domethënë. Pra, disa ditë, Po. ato ditët që janë më kryesore. Po. Shok tuaj? Po, elhamdulillah, domethënë njoh shumë njerëz që janë entuziast për muajin e Ramazanit dhe shumë që agjërojnë. Në familje patjetër që Po, agjërojnë. të gjithë. Ju i shoqëroni ata, kur uleni së bashku në tryez. Domethënë të jep atë ndjesinë e kënaqësisë, domethënë ka edhe njerëz të tjerë që e kuptojnë atë që po përjetoj unë, domethënë. Po duhet të ngrihesh shpejt në mëngjes. Po. Ngrihesh, nuk e ke Po, problem. s'kam problem. Sakrificë që në fund të gjithë lutemi që të pranohen, apo jo? Po, sakrificë që ja vlen në fund. Çfarë kuptimi shpirtëror ka agjërimi në Islam? Pra po flasim për agjërimin që të pastron shpirtërisht, të bën njëri më të mirë. Natyrshëm për të përgjigjet e kësaj pyetje, që është shumë e rëndësishme, do t'i kthejmë Kuranit familjarët. Allahu xhaleshanu kur flet për agjërimin e Ramazanit, përmend edhe objektivin. Duke qenë që njeriu në natyrshmërinë e tij ngre pyetjen pse unë do ta bëj këtë. Kjo është natyra jonë. Pra të ngrem pyetjen me pse, për gjithçka që ne bëjmë si veprim apo ndoshta edhe na rrethon. Kjo lloj mendësie, kjo lloj qasje që e ka natyrshmërinë njeriu, Allahu xhaleshanu duke qenë që e ka krijuar vetë njeriu dhe Kurani është por nga Allahu xhaleshanu, i jep përgjigje pyetjes se pse njeriu duhet ta agjërojë. Por rrjedhoi të ketë mundësi që të durojë. Por rrjedhoi të ketë mundësi të realizojë edhe atë që pyetet edhe Jonin edhe u përgjigje edhe Joni se si arrin që një nxënës, pra një djalë i ri në këtë moshë apo që në moshën 8 vjeçare që të ketë mundësi që ta agjërojë muajin e Ramazanit dhe që i ka qelluar në ato kohë, i ka qelluar në kohën e verës. Duke qenë që Ramazani lëviz çdo vit, si më thënë, lëviz ciklin e tij. Pse lëviz? Kohor. Duke qenë që matet me kalendarin hënor dhe jo me kalendarin diellor. Dhe lëviz nga 10 ditë çdo vit. Për të kthyer tek pyetja, pra qëllimi i agjërimit. Njeriu në natyrshmërinë e tij e ka nevojë që siç ne kujdesemi dhe planifikojmë që të ushqejmë dhe të kujdesemi për në aspektin ton fizik, edhe në aspektin ton intelektual edhe mendor, duke lexuar dhe duke marrë informacion dhe duke shkuar në shkollë, duke vazhduar studimet e tjera të mëdha për të pasuruar, pra për të ushqyer mendjen dhe trupin ton. Në të njëjtën kohë dhe shpirti ka nevojë që të ushqehet. Edhe shpirti ka nevojë që të lartësohet, edhe shpirti ka nevojë që të pastrohet. Madje shpirti është ai elementi kryesor që ka njeriu që rëndohet mos shumti nga ngarkesat e jetës. Mund ta shikosh dikë që është shumë në rregull në aspektin fizik, por nëse ngacmon pak apo bën një bisedë me të, nëse ka probleme shpirtërore, ai është i mbaruar. Pra, të gjithë problematikat nuk vijnë nga aspekti i jashtëm, por vijnë nga aspekti i brendshëm. Aty është piknisi.
Dhe agjërimi në aspektin shpirtëror të ndihmon pikërisht për këtë, për të lidhur më shumë me Allahun xhaleshanu, la'allakum tattaqun, me qëllim që t'jeni të devotshëm. Ky është objektivi. I devotshëm do thotë të jetosh me Zot. Nëse shpirti do të dobësohet se elementet e jashtëm të kanë bërë që të lënë bazdore, Allahu xhaleshanu në momentin kur ti lidhesh me të nuk të lën bazdorën. Allahu xhaleshanu kujdeset për ty sepse na ka sjellë në dynja. Allahu xhaleshanu na furnizon për ditë. Allahu xhaleshanu na rrit për ditë. Allahu xhaleshanu çdo ditë 3 na jep një mundësi 3. Që do thotë sa më shumë lidhemi me Allahun xhaleshanu, aq më shumë e ushqejm shpirtin ton, që është një element jo material, që nuk mund të ushqehet me asnjë lloj elementi material të cilin ne mund ta posedojmë. Dhe pikërisht agjërimi ushqen apo vjen për të ndihmuar këtë, për ta forcuar shpirtin e njeriu, për ta bërë njeriu më devotshëm. Por rrjedhoj njeriu që punon në aspektin shpirtëror me veten e tij, ai bëhet më i mirë edhe me veten e tij, gjen atë jo thjesht qetësinë që her pas here themi që unë e gjeta qetësinë në këtë rrugë, e gjeta në atë rrugë, por gjen qetësinë reale të vërtet. Gjen harmoninë dhe qetësinë edhe natyrshmërinë e tij, të shpirtit të tij. Sepse shpirti gjeti kë, krijuesin e tij. Ashtu siç njeriu rend për të gjetur origjinën e tij në aspektin material dhe në aspektin e natyrshmërisë së njeriu për prindrit, gjyshrit e kështu me radhë, do gjej fillin ku e ka origjinën. Edhe shpirti do gjej origjinën e tij. Dhe nuk mund ta gjej vetëm se duke u kthyer tek Zoti që e krijoi. Allahu xhaleshanu ka vendosur këtë mekanizëm, agjërimin, për ta bërë njeriu më devotshëm. Pra për ta bërë më shpirtëror, për ta lartësuar në aspektin shpirtëror, dhe ai i cili lartësohet në aspektin shpirtëror, automatikisht lartësohet edhe në aspektin e jetës. Më i mirë me Zotin, më i mirë me veten, më i mirë me familjen, më i mirë me shoqërinë. Jeni më të mirë në këtë muaj? Patjetër që po. Ky është ndaj qëllimi që të ne të dalim më të mirë se që jemi futur në muajin e Ramazanit. Pra po të shikoni ndjes, edhe nga eksperienca ditore, në Ramazan nga dëshmëria e njerëzve për të bërë mirë është jashtëzakonisht më e madhe. Pra të gjithë garojnë, është habishme. Agjërus, edhe jo agjërus, madje musliman dhe jo musliman garojnë për të bërë vepra të mira. Dhe ju jeni dëshmitar. Se si garojnë njerëzit për të bërë mirë, edhe për tjetrin që agjeron, thot, unë ti marr sevapin, nuk agjeroj vetë, po të kontriboj për tjetrin, për t'i shtruar një iftar, për ta ftuar, për një darkë iftari. Dhe unë ftuat, apo gazetarët, i ftuat. Dhe e bukra është se ju jeni marrë me organizimin. Po, falenderoj. Pra kjo është një element dhe ju falenderoj edhe unë ju për atë gjinshmërinë edhe mundin që dhe ishte kënaqësi. Ishte shumë darkë e këndshme. Pra, si këto darka ju keni thuaj se gjatë gjithë këtij muaji. Duke qenë që ne kemi aktivitet në Vlorë në aspektin e, po themi, të formimit të njeriut, aspektin e investimit, në aspektin e edukimit të tij. Aktivitetet janë me fëmijët, me gjimnazist, me student, me gra, me intelektual, me një pjesë të madhe të shoqërisë, dhe ne mundohemi që këtë darkën e iftarit ta shtrojmë për të gjithë këto kategori. Të njihemi më shumë, të afrohemi më shumë, pikërisht të realizojmë këtë që thamë, pra që njeriu është të ftojmë sa më shumë, ta prezantojmë shoqërinë me këtë mirësi, që është mirësia e Ramazanit, mirësia e agjërimit. Sepse realisht Ramazani të mëson atë që përmendi dhe Ana, pra një gatishmëri të jashtëzakonshme për të bërë mirë. I shikon njerëzit dhe thonë, më shiko familjen në nevojë, më shiko student për bursa, më shiko ku ta diun se çfarë, një gatishmëri për të bërë mirë, sepse e ndjejnë në natyrshmërinë e tyre që ky Ramazani që e ka edhe më i mirë dhe pas ka edhe më shumë mundësi për më shumë sevape dhe bereqet. Por jo të bëjmë mirë vetëm një muaj apo jo? Ky muaj na mëson për të bërë mirë edhe në muajt e tjerë të vitit. Kjo është detyra. Detyrë njerëzore, po më ngushtë detyra e muslimanit është kjo, që çdo Ramazan të përsoset dhe hap pas hapi, dhe pas shumë Ramazanesh, kur kthen kokën, domethënë vërtet ti nga pak vlera i ke grumbulluar dhe janë që të kam veshur ty si njeri. Është shumë e bukur. Po, pikërisht, këtë do shtoja edhe pra që muaji Ramazanit është një ndër arsyet që vjen është kjo, që ne gjatë gjithë muajve në vijim, ti vazhdojmë këto veprat e mira, jo thjesht të mbetemi brenda kuadrit të muajit të Ramazanit, sepse shkuptim do kishte ndryshe. Kjo është edhe ideja që punët të vazhdojnë gjatë gjithë kohës, punët e mira, veprat. Filozofia islame, nëse më lejon në lidhje me agjërimin, po edhe madhurimet e tjera, ka një urtësi të jashtëzakonshme. Vlerat që përfiton njeriu i cili jeton
Ramazanin, si që përcakton Kurani, Me sinceritet. me sinceritet dhe duke pritur shpërblimin tek i Madhi Zot, vlerat që merr në Ramazan janë të mjaftueshme për të vazhduar rrugtimin e tij edhe 11 muajt e tjerë derisa të vi Ramazani. Pra është tamam si puna e një mjeti apo një personi që ka marrë një rrugtim dhe përcakton që për kaq kilometra më nevojitet ky karburant. Allahu xhaleshanuhu duke qenë që e din natyrën e njeriut, e din që këto vlerat Ramazanit i mjaftojnë vlera një mujore, i mjaftojnë për 11 muajt e tjerë. Me kusht që të bashkëveproj drejt me Ramazanin dhe konkretisht me agjerimin e tij. Kështu që në lidhje me pyetjen, pra, natyrshëm këto vlera e shoqërojnë njeriu. Pra ka marrë goxha vlera të cilat e ndihmojnë për të vazhduar këtë rrugtim, për të jetuar prapë si njeri fisnik dhe me vlera edhe mbas Ramazanit. Agjerimi thjesht është një indicie, do me thënë, duke ndjerë urin, besh me indjeshëm edhe përballë varfërisë, sepse ka në këtë botë, ka të varfër, ka të pasur. E tha shumë mirë. Po, përballë varfërisë, do me thënë, je me indjeshëm, po nuk është ky vetëm qëllimi i agjerimit, i Ramazanit. Qëllimi është, ka dhe vlera më shumë akoma, është leximi i Kuranit, janë veprat e mira, janë, si thash edhe më parë, fjala e mirë, gjithçka do me thënë është mirësi. Leximi i Kuranit, nëse një musliman ose një njeri fillon dhe lexon Kuranin, ndjeshmërisht do me thënë ka diçka do me thënë ai Kurani që nëse e merr dhe hap një herë dhe lexon, ai të tërheq, të thith, nuk të lejon më, do me thënë që ta lësh. Flas për njerëz të sinqertë dhe njerëz që kanë vlera brenda vetes, po nuk i njohin thellësisht ato. Dhe lidhja me krijuesin në anë të leximit të Kuranit, këtë të bën, do me thënë pajis me vlera të tilla, që Kurani vetë e bën metodë diete pastaj. Mendimin e Zotit, natyrisht, e bën metodë diete, çdo këshill, çdo gradualisht, ndoshta edhe jo me njëherë, po është një metodë diete, metodik jete. Edhe aty do me thënë përsoset njeriu me kalimin e kohës. Këto tani vlerat janë të tilla që nëse ti çdo ditë ja bashkangjit pasaj të gjithë karikim që ke marrë gjatë Ramazanit, ja bashkangjit çdo ditë të jetës tënde, atëherë pastaj çdo gjë merr vlerë tjetër në jetën tënde. Çfarë është Kurani, me që po flisni? Një pyetje e imja kjo, pyetje naive, për shkak edhe të qytetarëve që po na ndjekin. Kjo mund të jetë pyetja më e rëndësishme. Ka një arsye. Pra të falenderoj, për mendimin tim është pyetja më e rëndësishme. Duke qenë që flet për Kur'anin, pra flet për burimin e të vërtetës. Sfida më e madhe e njeriu është të gjejë burimin e të vërtetës, origjinën e të vërtetës, ta njohë të vërtetën. Dhe të njohë atë burim të kësaj të vërtete që është i pandryshueshëm. Kurani famuljar është libri i fundit i zbritur nga Allahu xhaleshanu në rrugtimin e librave që kanë zbritur nga, duke qenë që njeriu i parë Ademi alayhis salam dhe njerëzit në vijim kanë patur nevojë për udhëzime hyjnore. Brez pas brezi, kohë pas kohë. Dhe kanë zbritur libra, udhëzime, porosi hyjnore mbi profetët për të drejtuar njerëzit që jetonin në kohën e tyre, apo ndoshta edhe një periudhë tjetër derisa të vinte një profet tjetër. Kjo ka ndodhur me profetin Musa, kjo ka ndodhur me profetin Daud, kjo ka ndodhur me profetin Isa alayhis salam, ka ndodhur me profetin Ibrahim, pra Abrahamin, ka ndodhur me gjithë profetët. Kurani famuljar është mbyllja e shpallëve hyjnore që i zbriti profetit Muhammed alayhis salam. Pra profeti para tij që pati shpallë hyjnore ishte Isa alayhis salam apo Krishti alayhis salam, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe u mbyll me Kuranin famuljar. Pse Kurani? Që është Kurani? Kurani është pra fjala e Allahu xhaleshanu, libri i fundit i Allahu xhaleshanu, i plot në aspektin e përmbajtjes dhe i ruajtur deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pra nuk do të ndryshohet dhe është i plot. Këto janë dy cilësitë kryesore. Origjina e tij hyjnore, e dyta është i plot, pra nuk ka gjë në faqet dheut në jetën e njeriu që mos t'japi përgjigje të qartë, të drejtë për drejtë, të plot, dhe në tjetër kohë është i ruajtur nga ndryshimet. Prandaj Kurani është garancia e të vërtetës sot dhe deri në ditën e fundit në lidhje me pyetjen tuaj. Se sfida më e madhe e njeriu është të gjejë rrugën. Sepse her pas here goja jon, mbicet tona, studimet tona, kërkimet tona mund të na dërgojnë në një rrugë që është rrugë pa krye. Kurani famuljar të thotë se kush është besimi i drejtë. Kurani famuljar të thotë se kush është morali i drejtë. Kurani famuljar të thotë se kush është familja
në aktualitetin tonë që flitet lart e poshtë. Kurani familjar të përcakton se kush është e lejuar dhe e ndaluar. Kurani familjar të përcakton se kush është njeriu, pse ka ardhur njeriu në dynja, ç'është jeta, ç'është vdekja dhe mbasvdekjes. Këto janë pyetje që e shqetësojnë njeriu. Dhe do t'i marrin ekzistenciale, dhe do t'i marrin tek burimi i pacënueshëm që është Kurani familjar. I bënin këto pyetje njerëzit edhe në komunizëm? Pra, jemi shqiptar gjithë, feja atëherë ishte ndaluar, argjëronin apo jo? Ramazanit, po fshehurazi. Po, me sa na kanë treguar gjyshit. Gjyshet tona, unë e kam jetuar, me thënë, me gjyshen edhe agjeronin në mënyrë të fshetë, pa ditur, edhe me njëra tjetën që lajmëronin, nuk e di se si i gjenin hënën, se si gjenin drejtimin, se si Zoti i mëshirofte dhe ja u pranofte të gjitha ato sakrificat e tyre, edhe arrinin bënin edhe me atë fukarallëkun, arrinin bënin edhe atë festën, edhe mundoheshin ta kamuflonin, ta fshinin, sepse është një ditë lindje. Bënin diçka pak më të mirë që ta festonin atë bajramin, po agjeronin 30 ditë. Pra, e quanin si ditë lindje? Po, e quanin po ndryshe pastaj sankcionoheshe, ishe jashtë rregullave të komunizmit. Ishte ndaluar. Të praktikoje fen. Pra ju e thatë që si ato arinin ta... Atë do me thënë, ndoshta kemi qenë dhe fëmijë dhe nuk kemi qenë të kujdesshëm për saktësinë e saj, po shpërndaheshin... është pyetje e thjeshtë, por në origjinë do të kthehemi tek një koncept që modernizmi na ka... Sikur zhvillimi i njeriut është vetëm këto kohë të fundit. Jo, tani është teknologjia... Teknologjia është ajo që... Jemi më të hapur... Më të hapur, por dija ose më saktë studimet tregojnë që pse festove, pse agjërove. Njerëzit kanë qenë më të zgjuar më përpara. Po, dia ka ardhur me njeriun e parë. Dhe njohja e planeteve, lëvizja e diellit e hënës, pra gjithë planeteve në orbitat e tyre, kontaktet e ndryshme dhe natyrshmëria e tyre nëpërmjet shikimit edhe me sy të hënës apo të rrethanave të tjera të cilat ata jetonin, e kishin shumë të lehtë. Ne ndoshta sot duke qenë që kemi teknologjinë, nuk është se vendosim shumë në punë disa mekanizma tjera dhe aftësi tjera që ka njeriu, se njeriu ka aftësi të jashtëzakonshme. Po pra teknologjia ndoshta ne na ka bërë më në thojza më dembe. Në televizionin 6+1 Lora transmetojmë me zanin kur hapet iftari, edhe normal që besimtarët e ndjekin apo jo, dhe është një informim për ta. Por në komunizëm kjo s'ka qenë. Në komunizëm, më përpara, pa hyrë në lidhje me sistemet, më përpara ajo shikoj me anë të syrit, përcaktohej shumë lehtë. Pra, të parët tanë e dinë që tani erdhi akshami. Pse? Se automatikisht perëndoi dielli. Këtu është iftari. Tani është lehtësuar për shkak të mjeteve të... është përsosur. Po, në aspektin shkencor, pra shkenca ka evoluar, ka ecur përpara dhe na e ka bërë më të lehtë. Pra tani shikojmë kalendarin dhe nuk shikojmë sa perëndoi dielli apo jo, dhe nëse jemi në ambient mbyllur, ne nuk dalim në dritar apo diku tjetër për të parë diellin, si më thënë apo. Ka qenë më individuale, hapja dhe mbyllja ka qenë më individuale. Dhe për shtuar një detaj, këto në Islam janë gjëra dytësore. Thelbi është agjërimi. Pra të jetosh me Zotin edhe në ato rrethana. Dhe për t'i thënë çdo lloj sistemi tjetër, që lidhja me Zotin është lidhje që nuk e heq dot sistemin nga zemra e njeriu. Po, dhe duke qenë se ne kemi harmoninë fetare, a kanë bashkëtuar shqiptarët gjithmonë me Zotin, a kanë jetuar ata? Mendoj që po, personalisht, por në forma të ndryshme. Në forma të ndryshme? Po. Çfarë keni dëgjuar ju, për shembull, edhe nga gjyshrit tuaj apo? Se ju jeni re në... Po, nga gjyshrit kam dëgjuar që të shupërmend dhe pak më parë që kanë agjëruar dhe i kanë ditur edhe rregullat islame për fen, kur mbaron, po, kanë qenë të informuar. Normalisht tani kanë ndryshuar me teknologjinë, siç e përmendëm, që informacionet janë shumë të aksesueshme dhe përhapen lehtësisht në rrjetet sociale, që ndikon kur e përdorim edhe për mirë, kuptohet shpërndarjen e tyre, është gjë shumë pozitive dhe për gjithë njerëzit e tjerë, jo vetëm për besimtarët, por edhe për gjithë shoqërinë, pra sepse nëse ka patur fëmijë në moshën e Jonit që kanë agjëruar në atë kohë? Shiko, është e padiskutueshme prapë të kthehemi Kuranit familjar. Nuk mund të sistemi është gjë e jashtme. Pra shikon
aparencën e njerëzve. Pra, shikon atë mbledhjen e për Bajram. Dhe e konsideron fest, ditëlindje, nuk e di si e përmendi dhe Lida. Zemrën nuk e zbulon dot sistemi. Besimi është këtu. Është i brendshëm, nuk është i jashtëm. Lidhja me Zotin është e brendshme, nuk është e jashtme. Sistemi mund të privojë diçka të jashtme nga adhurimet. Agjerimi nuk e privon dot. Pse? Është i brendshëm. Nuk e kupton dot. Prandaj edhe Allahu xhaleshanu një thënie të tij nëpërmjet profetit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam thotë, agjerimi është vetëm për mua dhe unë di se si është për blej. Nuk e zbulon dot kush. Po, atëherë Para jo. ka qenë një ditë e ngjeshur sot për ty apo jo? Si e ke përballuar të ditë? Të dëshdash të shkosh në shkollë? Në fakt, agjerimi, domethënë, dhe Ramazani ndoshta merr edhe të mirëqen për njeriu që mund të jetë e vështirë, por domethënë ne duhet të shikojmë gjithmonë anën pozitive. Se ne, siç e përmendi edhe profesori, që agjerimi shpërblet vetë nga Zoti, domethënë, dhe ne duhet të marrim gjithmonë parasysh këtë, se nëse ne bëjmë diçka me sinqeritet të madh, atëherë Zoti do na i shpërblej fiks atë që meritojmë për atë punë që kemi bërë, domethënë. Po. Pra Zoti i lehtëson punët e mira. Po, patjetër. Dhe këto janë edhe mesazhet. Pra ky është muaji i solidaritetit, muaji që të jemi sa më shumë pranë të varfërve. Po, Jemi natyrisht. gjithmonë pranë? Dhe cilat janë aktivitetet që ju Ne mundohemi, si besimtar gjithë bashkarisht të japim kontributin tonë. Natyrshëm me gjithë mundësitë dhe kapacitetet që ne kemi. Natyrshëm këtu do të ketë rol edhe shteti dhe institucionet e tjera, madje gjithë shoqëria për të solidarizuar, pra për ndihmuar njëri tjetrin, sepse s'mund ta bëj vetëm një pjesë e saj, s'mund ta mbuloj gjithë nevojën që mund të ketë shoqëria. Dhe detyra kryesore natyrshëm i del shtetit në këtë pjesë, pra për të plotësuar këtë boshllok dhe këtë nevojë shoqërore, por ne mundohemi që më aq mund si sa kemi, edhe për njeriu, sepse është si ne, dhe vendosim në atë pozicionin sikur ne të jemi si ai, dhe natyrshëm njeriu bëhet më i përgjegjshëm, por në krahun tjetër hesapi me Zotin, llogaria me Zotin. Ditën e Kiametit ne do të ringjallemi të japim llogari. Do pyetemi për tjetrin. Dhe do pyetemi edhe për mirësitë që na ka dhënë Zoti. Prandaj Islami të edukon, besimi në Allahun xhaleshanu të edukon që ti jesh i përgjegjshëm ndaj të tjerëve, sepse edhe mirësia është e Zotit, edhe tjetri përballë është vllau jot ose motra jote, do të pyetesh ditën e Kiametit për amanetin. A e realizova amanetin dhe këtë mirësi që dash a e faktorizova apo jo. Kështu që mundohemi që të kemi rol, të kemi kontribut në gjithë dimensionet edhe në gjithë mundësi që na jepen. Jo vetëm në Ramazan, natyrshëm në Ramazan shtohet, për shkak edhe ndoshta të lartësimit të shpirtit. Pra njeriu nuk është se bëhet edhe më i lehtë në aspektin shpirtëror dhe largohet nga frika më shumë, natyrshëm, nga frika e konceptit të riskut, të paturit, po të shpenzuarit, se duke menduar që do ja për tjetrin, ndoshta pa dashje i vjen ndërmend dikujt që thotë po më paksohet pasuria. Të vjen Islami dhe thotë duke dhënë ty vetëm të shtohet pasuria. Duke dhënë vetëm të pastrohet pasuria. Duke dhënë vetëm të mbrohet pasuria. Momentin kur ti je për tjetrin. Dhe kjo në veçantë ndodh në Ramazan. Transmetohet se profeti Muhammed alayhis salam bashorët e tij thotë ishte shumë bujar. Por në veçantë kur vinte Ramazani për shkak të sevapeve të mëdha, sepse një punë shpërblehet 1 deri në 700 fish, madje ja shton Allahu kujt të dojë në bazë të sinqeritetit të tij, në Ramazan ishte dhe më bujar. Dhe mundohen edhe besimtarët që ndjekin profetin Muhammed alayhis salam si model, ta jetësojnë këtë lloj këtë shembull. Dhe parimi që na ndjek ne si musliman, do të thoja është që ne mendojmë që çdo gjë tjetër po ta ndash paksohet. Përveç të mirës, kur e ndajmë, ajo është vetëm ajo gjë që shtohet. Dhe ne ky parim na ndjek gjithmonë. Lindita është sipërmarrëse. Kam një aktivitetin tim. Një aktivitetin tuaj. Sa bëni ju për të varfërit? Pra sa ndani ju për atë që ne po flasim? Duke krahasuar me vitet e tjera, shumë. Po, gjithmonë në nivelin tim ekonomik, e kupton? Po, duke krahasuar me vitet e tjera, faleminderit Zotit, domethënë. Se duke u afruar me Krijuesin, shpirti pastrohet. Kthehet në origjinë, se vjen i pastër që nga ajo jetë. Kur lind, vjen në pastërti. Shpirti është i pastër. Në kalimin e kohës ngarkohet me problemet, me veset, me të gjitha.
Dërsa është muaj i Ramazanit ai që të çliron nga çdo gjë dhe të kthesh në pastërti, kthesh në origjinë. Lidhja me krijuesin, domethënë të bën që të lehtësohet shpirti, dhe mos të mendosh asnjëherë që po s'kemi mundësi që ta ndajmë këtë, sepse vetë Zoti është ai që të furnizon. Vetë Zoti është ai që të furnizon. Edhe e thën edhe në Kur'an, domethënë që tamam nuk e di domethënë që ta them, po si kuptim edhe mund të më ndihmoj hoxha pastaj me ajetin që edhe zogu kur del jashtë, del i uritur dhe kthehet në folen e tij i ushqyer. E ka bërë rrezik Zoti që çdo krijesë që ai ka bërë të ushqehet dhe të ketë. Po ne njerëzit jemi pak më ndryshe nga krijesat e tjera, ne mundohemi që të numrojmë akumulime, të numrojmë edhe të garojmë në këtë pjesë. Kjo nuk ka lidhje fare, domethënë, në lidhje me krijuesin. Sepse normalisht që gjendja ekonomike, benefitet e tyre, të gjithë i duan, sepse edhe në këtë dynja i ke mirësitë për të jetuar, nuk ke pse e mohon mirësinë. Por të ndash është gjëja më e mirë me të tjerët, edhe të kontribosh, domethënë, në shumë fusha, se nuk është vetëm varfëria, është edhe në drejtim të dijes, të kontribosh, domethënë, për fëmijët që mësojnë Kur'an, ka ishte dhe i gjellë, të kontribosh për fëmijët të edukohen me edukim fetar, sepse është i vetëm edukim që e mban rinin në dyshinat, themun. Ju e frekuentoni xhamin, jo vetëm në këto ditë, por edhe gjatë gjithë vitit? Atere, çdo ditë të premte mundohem që të jem, çdo ditë të premte, po ka dhe nga ato të premte që të xhuman, i themi ne, muslimanët. Ndërsa për Bajram, po thuaj se çdo ditë, tani që ka filluar edhe namazet e natës, edhe ato i frekuentoj çdo ditë bashkë me motrat e mia muslimane, është gjë e bukur. Ju shkoni, patjetër dhe ju. Po, patjetër, përpiqem që të jem prezente në xhami, sepse është një ndjesi shumë e bukur, ku shikon dhe të tjerë të rinj që që janë aty dhe ndonë të njëjtën eksperiencë me ta dhe ndihesh më e kuptuar në një aspekt. Joni shkon në xhami? Po. Çdo ditë apo po, ditë caktuara? Çdo ditë. Për namazet e natës dhe për teravi. Domethënë teravit janë mundësi për besimtarin që të lidhet jo vetëm me agjerimin, sepse agjerimi dhe namazet janë dy shtylla të ndryshme të islamit. Agjerimi e përcaktojmë domethënë gjatë gjithë muajit, ndërsa teravit dhe namazet e natës më saktë janë vetëm në 10 ditëshin e fundit. Dhe përmendet edhe në sure të Kuranit, si për shembull, po marr një shembull, suren Muzammil, se vetë profeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam falej natën sepse atëherë nuk e shikonte njeri, ishte si i mbuluar në shikimit e tjera, dhe kjo është, domethënë, treguesi më i madh i sinqeritetit. Dhe sinqeriteti është kusht i madh që veprat që ti bën të shpërblehen nga Zoti. Më duket se doli zvendësuesi në xhamin e Kaninës. Zoti, se ne të duam, do të mbajmë shumë gjatë kontrollor, po domethënë Zoti e rujt Jonin. Natyrisht Joni është nga ata trinj e dalluar. Ne kemi shumë të ngjashëm me Jonin, si vajza si djem, në atë procesin tonë edukativ të trinjve që bëjmë këtu në Vlorë, nëpërmjet shoqatës Ardhmëria. Por Joni është nga të dalluar, duke qenë që ka marrë përsipër vetë të ketë edhe rol në aspektin fetar, duke qenë që në xhamin e Kaninës e kam si ndim, si tim, më zvendëson, plotësojmë njëri tjetrin, edhe kur prind si imam apo si hoxh. Duke qenë që është, pra, po ecën me Kuranin, me mësimin e Kuranit përmendesh, dhe avash, pra, edhe po shton dijen, edhe po shton edukimin, edhe po rritet, edhe po trajnohet, po aftësohet. Dhe inshallah, pse jo ta kemi atë dhe disa të tjerë, si më thënë, të ngjashëm me të kemi nga dietarët e muslimanët së ardhmës, siç ka patur Shqipëria, dhe të kthehemi në natyrshmërinë e popullit tonë dhe vatanit tonë. Ka bashkëpunëtorë të tu që frekuentojnë xhamin? Po. Kemi parë plot raste. Tashi, më të shumtët janë frekuentojnë xhamit
qytetit, domethënë të Vlorës, por ka pasur edhe rastet në të cilën vinë edhe të rinj në qamin e Kaninës. Vjet për shembull kemi pasur disa, domethënë elhamdulillah e kanë dëshirën të bëjnë vepra të mira. Joni jeton në Kaninë apo jeton në Kaninë? Jo, jetoj në Vlorë. Në Vlorë, Po pse je lidhur me Kaninën? Apo atu të është dhënë mundësia? Aty më është dhënë mundësia, po më saktë më ka ndihmuar më shumë profesori të lidhe me Kaninën. Domethënë e kam është vetë nga Kanina. Origjinale. Në rregull, mirë. Parashkthyer edhe Joni është kthyer në origjinë e tij. Do flasim për të rinjt, do të flasim për natën e kadrit, mesazhe të tjera dhe çfarë sjell agjërimi apo çfarë sjell besimi tek rinia dhe pse ata duhet të jenë më prezent në kultet fetare apo në xhami në rastin konkret. Pas një hapësire të shkurtër publicitare këtu në Fokus. Një supermarket që tregton produkte bio në Vlorë. BioU ofron për konsumatorët gjithçka brenda një marketi. Produkte organike të certifikuara që kanë vlera ushqimore të jashtëzakonshme dhe që importohen nga vendet më të zhvilluara europiane. Kujdeset për shëndetin e çdo konsumatori që dëshiron të sjellë në tryezën e tij një përqendrim të vërtet të mirëqenies dhe sigurisë. Në një kohë ku siguria ushqimore është bërë kryefjalë çdo tryeze, edhe çdo diskutimi kombëtar apo ndërkombëtar për shëndetësinë, aktualisht jam i lumtur që në qytetin e Vlorës shtohet një market i cili cilësinë ushqimore e ka kryefjalë të tij. Sigurisht ku gjendet një gamë gjërë produktesh të cilat janë të pamodifikuara gjenetikisht edhe pa kimikate. Dhe kjo është shumë e rëndësishme edhe për popullatën, duke qenë se stili jetesës dhe ushqyerja e pashëndetshme janë ndër faktorët kryesor të barrës së sëmundshmërisë aktuale. Çdo produkt organik është lehtësisht i dallueshëm nga produktet e tjera premium, pasi janë të pajisura me etiketat e gjelbërta, duke bërë BioU të vetmin që mban certifikatën e sigurisë nga vendi origjinës. Supermarket me çmime konkurruese. BioU e gjeni në Vlorë në një pikë strategjike në skel tek Piazza. Firma Massa Shakaj, industriale dhe elektroshtëpiake, pajisje profesionale italiane për kuzhinën tuaj, të reja dhe të përdorura, markat më të njohura italiane të cilësisë lartë, pajisje për bare, restorante, hotele, supermarkete, pastiqeri, furra buke, furra profesional dhe inteligent, të specializuar dhe dizenjuar për biznese, si restorante, furra buke, pastiqeri dhe industrinë ushqimore. Firma Massa Shakaj sjell për ju edhe kuzhina, vitrina dhe gjithçka tjetër për bizneset dhe banesat. Me eksperiencën 25 vjeçare, specialistët tanë projektojnë dhe realizojnë arredimin e ambienteve tuaja. Çmimet nga më konkurrueset në treg, cilësi e lartë, garanci dhe oferta gjithvjetore. Na vizitoni në magazinat tona në Novosel Vlorë, pranë urës së Mifolit, në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 15. Vlora Net, internet dhe televizor, kompania me shërbime cilësore dhe profesionale, interneti i qëndrueshëm, fibër optike 100% direkte, performancë lartë për familjet dhe bizneset, bonuse dhe oferta, 2 muaj falas kontrat 12 mujore, 4 muaj falas kontrat 24 mujore, 2 fish shpejtësie, pa kosto shtesë. Fto një mik dhe përfitoni të dy. 1 muaj falas për ty, 1 muaj falas për mikun tënd. Bonuset vlejnë vetëm për parapagime me kontrata 12-24 mujore. Suport teknik 24 në 7, instalim falas për të gjithë abonentët. Vlora Net, na gjeni në lagjen Rilindja, pranë kryqëzimit të rrugës Riza Salati dhe Mistomele.
Festo ëmbël dhe lirë, shijo ofertat tona për ditën e verës vetëm tek Supermarket Haso. Vez masa më 13 lek, baget 59 lek, ballaku me Aldi 100 gram 29 lek, fileto pule 449 lek kilogrami, makarona Barilla 500 gram 75 lek, çaj San Benedetto 1.5 litër 75 lek, çokokrem Milka 350 gram nën kosto 119 lek, brinj Gjoks Vici 929 lek kilogrami, qumësht Mireli 1.2 litër 109 lek, salc domate Ladoria 690 gram nën kosto 79 lek, detergjent pluhur Ariel 45 masa 899 lek. Nxitoni të përfitoni nga shumë llojshmëria e produkteve në ofertë 1+1. Oferta të vlefshme nga data 10 mars deri më 17 mars në çdo supermarket Haso. Në zemër të Vlorës, në një ambient të qetë dhe të sigurt, afër detit dhe pranë jush, ndodhet rezidenca Mirqenia, një shtëpi për të moshuar që kanë nevojë për kujdes të shtuar, dhoma të pastra dhe të ndriçuara, krevat komod dhe hapësire përbashkët. Një qendër e specializuar që ofron akomodimin për moshën e tretë në kushte optimale sigurie dhe rehatie. Të moshuarit tanë përfitojnë kujdes shëndetësor të vazhdueshëm, monitorim ditor dhe asistencë profesionale mjekësore nga stafi kualifikuar dhe i përkushtuar. Sigurohet ushqimi i balancuar sipas nevojave të kësaj moshe, ofrohet mirëmbajtje dhe higjen në standardet më të larta. Në qendrën tonë të moshuarve rezident ju ofrohet aktivitet social që ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit mendor dhe gjallërisë emocionale, duke krijuar atmosferën pozitive dhe familjare, sepse në shtëpinë tonë të përbashkët çdo banor meriton dinjitet dhe kujdes me zemër të pastër. Na kontaktoni për të marrë informacion të plot për shërbimin tonë. Ne dëshirojmë që më të dashurit tuaj, prindrit e moshuar të ndihen si në shtëpi. Çdo ditë fillon me një zgjedhje të zgjuar dhe tani ju e dini këtë zgjidhni. Mirë se vini te marketi im, marketi juaj, aty ku freskia takohet me cilësinë. Raftet tona janë gjithmonë të mbushura me produkte ushqimore të freskëta, vendase dhe të kompanive më të njohura europiane. Gjithçka për të cilën familja juaj ka nevojë çdo ditë. Te marketi im ju pret shumë llojshmëri, çmime të arsyeshme dhe oferta fantastike që nuk duhen humbur. Sepse marketi im nuk është thjesht një supermarket, është marketi juaj i zemrës. Faleminderit për mbështetjen dhe besnikërinë tuaj çdo ditë. Bëj blerje të zgjuara, bëj blerje me zemër. Vetëm tek marketi im, marketi juaj. Ju presim në pikat tona. Bulevardi Ismail Qemali, Skel, Sheshi Flamurit, objekti numër 1, në Lugomare, pranë ish drejtorisë së rrugëve. Jemi bashkë në pjesën e dytë të emisionit Fokus, po flasim sot për agjërimin për muajin e madhërisëm të Ramazanit. Jemi në 10 ditën e fundit të këtij muaji, ku është edhe një ndër netët më të mira, nata e Kadrit. Por çfarë është nata e Kadrit, çfarë simbolizon ajo? Kurani familjarët në lidhje me natën e Kadrit, duke qenë që është një natë që është kaq e bereqeshme, siç e përcakton vetë Kurani, agjërojnë musliman dhe jo musliman, të gjithë pyesin, të gjithë interesohen, pra kjo natë e Kadrit realisht është e habitshme se si Allahu xhaleshanu i inspiron njerëzit apo në natyrshmërinë e tyre i ngacmon për t'u interesuar për këtë natë. Është një sure në Kur'an me këtë emër, surja e Kadrit, pra e natës së Kadrit, dhe një ajet tjetër Allahu xhaleshanu e përcakton natën e Kadrit si natë të bereqeshme. Lejletin mubareke, pra natë të bereqeshme. Natë të bereqeshme, te ky ajet përcakton sepse ne në të kemi zbritur, pra në këtë natë të bereqeshme kemi zbritur Kur'anin familjar. Tek surja Kadr, Inna anzalnahu fi lejletil Qadr, ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Wa ma adrake ma lejletul Qadr, çfarë nga e ditë ti se që është nata e Kadrit, pa nuk ja ditë dot vlerën e natës Kadrit pa u kthyer prapë tek Kur'ani familjar. Ato përgjigje që do japi Kur'ani për natën e Kadrit, ajo është e vërteta. Dhe ato do ta marrësh si përgjigje edhe për jetën tënde, edhe për pyetjen tënde se ç'është nata e Kadrit. Allahu xhaleshanu përgjigjet tek ajeti 3 dhe thotë:
Nata e 4 është më e mirë se sa 1000 muaj, pra më e mirë se sa veti jeta e njeriut. Po pse është më e mirë sa 1000 muaj? Elementi kryesor që natën e 4 e dallon është se ka zbritur në të Kurani familjartë. Ky është elementi kryesor. Në Kuranin familjar, Kurani familjar pra ka zbritur në natën e 4. Nata e 4 thot profeti Muhammed alayhis salam, ai i cili ngrihet natën e 4 për të falë namaz, por edhe agjeron edhe ditën që në Shqipëri me kalendarin pra si vjet i bie dita e hënë, inshallah. Ai i cili agjeron, por edhe fal ndonjë namaz nate dhe pret shpërblimin tek i Madhi Zot duke qenë i sinqert, i falen të gjithë gabimet e mëparshme. Është një stimul dhe një motiv për të angazhuar Allahu xhaleshan njeriu me natën e 4 dhe me vlerat që ka nata e 4 dhe adhurimet që ka nata e 4. Dhe për ta kthyer tek thelbi i natës 4 që është Kurani, për atë të cilën përmendi dhe Lida pak më përpara. Pra për të kthyer tek Kurani familjar, me leximin e tij, me meditimin e tij, me kuptimin e përmbajtjes së tij dhe për të zbatuar porositet e tij për ta marrë si manual për jetën. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë, po tek surja Kadr, tek nata e 4, Allahu xhaleshan u thotë se në natën e 4 zbret edhe caktimi i Zotit se çfarë do të ndodhi deri në natën e 4 të vitit të ardhshëm. Pra, gjithçka që do të ndodhi në jetë përcaktohet apo zbret në natën e 4. Dhe muslimanët edukohen nga Islami që ta presin këtë caktim të Zotit me lutje ndaj Zotit, me kthim nga Allahu xhaleshan, me përgjërim ndaj Zotit dhe me dua dhe me punë të mira. Duke qenë që po themi në aspektin simbolik, pra vjen lajmi i Madhit Zot se çfarë do ndodhi me jetën tonë deri vitin tjetër. Nata e 4 pra e paska për shkak të Kuranit vlerën dhe për shkak të zbritjes së gjithçka që do të ndodhë, duke qenë që gjithçka është shkruar nga i Madhi Zot, nga Allahu xhaleshanu dhe natyrshëm në natën e 4 zbret se çfarë do ndodhi deri në vitin tjetër. Është natë e bereqeshme edhe si kohë, është e faktuar, pra edhe në aspektin atmosferik, pra edhe si kohë. Po është natë e bereqeshme për shkak të këtij Kurani për të thënë që edhe jeta juaj mund të jetë e bereqeshme, siç është nata e 4 nëse merrni Kuranin si model për jetën tuaj. Gatuani ëmbëlsira, se unë i ha shumë ëmbëlsira. Në natën e 4 besoj hallva çfarë është, apo ka ngelur se unë mbaj mend është një traditë e ngelur, por nuk ka lidhje fare me natën e 4, jo, është traditë. E rëndësishme të festohet, të gëzohet, të mblidhen njerëzit. Po thash një ëmbëlsirë, mjafton mos të bëj dëm për shëndetin edhe kaq. Lidita, ju jeni sipërmarrëse, pra keni një biznesin tuaj. Pse besoni ju tek Zoti? Pra pse shkoni ju në xhami? Pse i ndiqni ju këto ritet fetare kur ekonominë e keni të ngritur, ekonominë tuaj familjare? Atëre, si fillim, do thosha që vite më parë, nëse i besoja fuqistime potencialeve të mia, aftësive për punë të mia, aftësive për të patur sa më shumë klientel dhe sa më për të rritur nivelin tim ekonomik, i besoja vetëm vetes. Edhe kjo ishte një luftë, themi në mënyrë popullore, një luftë me mullit e erës, sepse rrezikun edhe kaderin e ke nga Zoti dhe ai e ka përcaktuar se sa do jetë tek ty. Sa do jetë tek ty, se mund të futen edhe mund të dalin përsëri pa asnjë lloj vlere. Por duke njohur fen, duke njohur Islamin, duke njohur edhe duke u lidhur fort me Krijuesin, jam liruar nga këto zinxhir, ti themi. Jam liruar nga këto zinxhir dhe mendoj dhe jam shumë e sigurt që kaderi është prej Zotit. Edhe nëse këtë që t'i jep Zoti e ndan pastaj me të tjerët, kjo është akoma edhe më e mirë. Kjo është kërkesë nga Zoti. Është kërkesë nga Zoti. Do thënë njerëzit duhet të ndajnë nga ajo që Zoti i furnizon me ta. Kështu që unë vërtet mund të mendohet, do me thënë që ekonomia është e mirë dhe s'ke nevojë të Zotit dhe kështu, po ajo është gjithçka është shpirtërore, është në lidhje me pjesën tjetër kur e përmendi dhe profesori që do ringjallemi ditën e gjykimit dhe do japim llogari për gjithçka. Edhe një grimc të mirë të kesh bërë do ta gjesh atje, po edhe një të keqe që do ta kesh bërë do ta gjesh atje. Kështu që unë këtë e kam fokusin tim të ditës sa hap syt përmendjen e Zotit, edhe pjesën që i ndaj vetes detyrat se çfarë duhet të bëj në lidhje me këtë. Po, të njëjtën do të shtoja edhe unë të njëjtën gjë mendoj dhe unë në lidhje me arritjen e suksesit tek
tek njerëzit që nuk mendoj që duhet ta shikojnë të veçuar, domethënë nga Zoti, një sukses që ata e kanë arritur. Pra, për të arritur një sukses, nuk mendoj që duhet të justifikojmë mjetet për të arritur atë qëllim që ne kemi, qoftë qëllime madhore apo objektiva të vogla, profesionale apo çfarëdo lloj qëllimi që ne kemi. Pra, asnjëherë nuk duhet parë shkëputur kjo gjë nga Zoti. Pra, gjithmonë është meritë e Zotit që ne kemi arritur diku. Dhe për këtë ne duhet jemi falenderues dhe kjo është arsyeja që ne shkojmë dhe në xhami edhe pse jemi mirë nga ana ekonomike, profesionale apo shëndetësore. Kjo është arsyeja dhe më shumë që ne të jemi me Zotin edhe në këto momente duke falenderuar për këto të mira që na i ka dhënë. Po, Joni, për çfarë e falenderon Zotin ti? Besoj në mësime je i mirë. Po. Alhamdulillah. Është kjo gjë vetëm për meritën tënde apo? Jo. Tashi, ta nisim pak nga fillimi. Për mendimin tim, Islami dhe feja në besimin e Zotit në përgjithësi i tregon njeriu se si të jetoj tamam si njeri, domethënë. I jep ato vlerat e nevojshme, siç është turpi, bondestia, krenaria, domethënë të gjitha cilësitë e mira. Diçka tjetër, njerëzit janë shumë ndryshe, janë krijesë subjektive, domethënë, secili është ndryshe nga njëri tjetri. Një person mund të jetë edhe i varfër, por edhe më i pasur. Domethënë, varet nga lindja. Mund të jepet mendimi se një person mund të ketë punuar për atë pasuri që ka, domethënë. Po, domethënë, nuk do kishte arritur në atë pjesë, në atë pasuri që ka, në atë nivel, nëse nuk do ishte për vetë ndihmën nga Zoti, domethënë, caktimin e Zotit. Prandaj çdo gjë që kemi në jetë, domethënë duhet ta falenderojmë vetëm Zotin, sepse çdo gjë që na ka dhënë Zoti dhe na ka dhënë si mëshirë, por edhe si sprov. Prandaj duhet të kemi kujdes se si e menaxhojmë pasurinë tonë dhe kohën tonë. Si ndihesh kur dëgjon një të ri, një djalë vogël fakt që flet kështu? Islami e kthen njeriu tek origjina e gjës. Pra, të posedosh pasuri, të jesh i pasur, të jesh dikush në jetë, është fruti i një rrugtimi tënd. Rrugtimi kohor, rrugtimi kapacitetesh dhe rrugtimi qoftë edhe mjetesh apo elementesh. Elementi i parë që ndihmon dikë që të ketë është mendja. Është mendja. Elementi i dytë që ndihmon dikë për të patur, për të ecur në jetë, për të zhvilluar është shpirti, aspektin e motivit, aspektin e ambicjes. Pra mendja në aspektin e hartës, së mendimit se ku do të shkoj dhe kalkulimit të gjëra, elementi i dytë është shpirti në aspektin e motivit dhe të qëndrueshmërisë dhe elementi i tretë janë gjymtyrët. Të gjitha këto nuk janë tonët. Të gjitha nuk janë forca jonë, nuk kemi ne të cilët i poseduam mendjen tonë, shpirtin tonë, gjymtyrët tona. I kemi dhurat nga Zoti. Prandaj, zhvillimet tona, arritjet tona në jetë janë produkti këtyre elementëve, këtyre komponentëve. Por rrjedhoi, do të kthehemi në origjinë, kush na i dha ne këto që ta kuptojmë a duhet falenderohet ai cili na i dha apo jo. Sepse pa dashje arrogancë e personit që shputet nga origjina, nga gjithë këto elemente që folëm, mendon se pasuria është produkti i tij. Ja, atributi gjitha vetes vet. Edhe dia. Pra ai thotë unë kam ecur në karrierë, po si mund të ecë njeriu në karrierë nëse ka probleme me mendjen? S'mund të ecë në karrierë. S'mund zhvillohet, s'mund të arsimohet, s'mund të edukohet. Që do të thotë, mirënjohja ndaj Zotit është elementi kryesor për ta shijuar mirësinë e Zotit në jetë, për të qenë i lumtur në jetë, për të qenë i bereqetshëm në jetë, për të qenë i begat në jetë, për të larguar atë elementin që i drejtua dhe pyetjen e lidhës, edhe lidha u përgjigj tek çështja e rrezikut. Njeriu besimtar nuk ka frikë nga rreziku. Ajo që e shqetëson njeriu më shumë, sidomos në kohën tonë materialiste, është fitimi i pasurisë, si do ja bëj? Krizë e madhe. Në të katër anet. E ardhmja si do jetë? Nëse pyetet për besimtarin si do jetë e ardhmja, shumë e mirë në momentin kur janë rrugë drejt. Ai Zot që është kujdes për mua kur kam qenë në barkun e nënës, është kujdes për mua edhe kur kam dalë në këtë botë, është kujdes për mua edhe kur po rritem edhe jam rrit deri tani. Do kujdeset edhe në të ardhmen, sepse cilësitë e tij dhe atributet e tij nuk mbarojnë. Risku i tij dhe pasuria e tij nuk mbaron. Fuqia e tij. Ideja është ne të bëjmë shkaqe, jo thjesht të presim. Disa në pikërisht në këtë muaj të shenjtë Ramazanit, disa vende muslimane janë në luftë. Pra ju vjen keq ju si besimtar. Është e vërtetë. Kjo gjë? Natyrshëm na vjen keq sepse
Lufta në lindjen e mes? Nuk ka të bëjë me muslimanët, pra nuk e na vjen keq sa musliman. Na vjen keq sa njerëz, dhe kudo që ka luftë apo ku ka konflikte dhe problematika, natyrisht na vjen keq. Pra çdo kujt që i bëhet padrejtësi në faqet dheut, ne nuk shikojmë fenë e tij, ne shikojmë a është njeri. Dhe shikojmë a i është bërë padrejtësi apo jo. Kudo që bëhet padrejtësi dhe kudo që bëhet zullum dhe kudo që ka luftra dhe gjakdere dhe natyrisht jemi totalisht kundër, por në krahun tjetër duhet shikojmë prapë edhe këtu shkaku, kush është ai i cili pra ato vende po djegin vendet e tyre me duart e tyre, shtëpitë e tyre me duart e tyre, apo janë të tjerë që po bëjnë diçka tillë. Situata e Gazës. Një rast i tillë i drejt për drejt është Gaza. Pra problemi nuk janë qytetarët palestinesë. Problemi është me ata të cilët kanë ardhur dhe kanë marrë tokat e tyre, kanë zaptuar tokat e tyre dhe krijojnë ato probleme dhe konflikte. Pra, nuk është problemi se janë muslimanë dhe krijojnë luftra. Sepse në origjinë Islami e ndalon luftën vetëm në momentin e mbrojtjes bëhet lufta. Pra, luftrat janë bërë në ato vende, por nga kush? Nga elementi jashtë. Që thot problematika që nga diku tjetër dhe jo aty. Luteni ju për problemin? Patjetër, si për gjithë njerëzit, për gjithë botën. Që njerëzit natyrisht gjen atë qetësinë dhe jetojnë si njerëz në secili në vendin e tij, në pasurinë e tij, në vatanin e tij, me kulturën e tij, diversitetin e tij, fenë e tij. Ndërsa ka çaste të tjera të cilat tentojnë që me globalizmin dhe të ngjashëm me të, tentojnë që të unifikojnë edhe kulturat, të unifikojnë edhe qasjet, të unifikojnë edhe sistemet. Kur njerëzit janë krijuar të ndryshëm, kur kemi fe të ndryshme, kemi kultura të ndryshme, kemi raca të ndryshme, siç kemi dhe popull dhe shtete të ndryshme. Atëherë këtu është njohja për të pranuar njëri tjetrin, diversitetin. Dhe për të ruajtur dhe jo për diktu fatin e tjetrit. Po, qartë. Toleranca. Po. Atëherë, është rritur interesimi për të vizituar, frekuentuar xhamit nga qytetarët në përgjithësi dhe pastaj ndalemi tek të rinjt. Po, natyrisht. Her pas here prezantohet frekuentimi apo shtimi i tyre në xhami, në namaze, në agjerime si një nevojë sepse nuk kanë gjetur zgjidhje tjetër kund, unë mendoj ndryshe. Jo thjesht si një nevojë se nuk kanë gjetur zgjidhje tjetër kund, se është fakt që nuk mund gjejnë dot zgjidhje përveç se këtu. Pra njeriu s'mund të gjejë zgjidhje për jetën e tij, për shpirtin e tij, për mendjen e tij, për të dhënë kuptim atyre pyetjeve që folëm ekzistenciale, që kanë bënë me jetën e tij, vetëm se duke u kthyer tek ai i cili i solli në dynja, që është njeriu, që është Zoti. E solli njeriu në dynja. Por rridhoi kthimi i tyre në tek xhamia dhe rikthimi i tyre tek xhamiat. Po kthehen tek natyrshmëria e tyre, po kthehen aty ku duhet të ishin. Jo thjesht si një nevojë se nuk e kanë gjetur rrugën tjetër kund apo zgjidhje tjetër kund. Por kanë gjetur pikrisht vendin e duhur dhe i kanë dhënë kuptim edhe mundit të tyre dhe kohës tyre dhe jetës së tyre. Kështu që njerëzit natyrisht poshtohen, sepse poshtohet edhe dija, poshtohet edhe leximi dhe njerëzit pyesin, "Ore kush dallimi mes kësaj dhe kësaj tjetrës? Mes Kuranit edhe diçka tjetër? Mes kësaj rruge, pse kjo rrugë është më e mirë?" Edhe bëjnë kalkulimet. Në aspektin vleror, në aspektin përfitimeve familjare, në aspektin e her pas here ti ke njerëz që nuk heqin dorë nga veset. Dhe në momentin kur njerëzit fillojnë dhe lidhen me Zotin, sepse vesi është i brendshëm, problemin e ka në shpirt në fillim. Ai është dorëzuar në aspektin shpirtëror. Kur lidhet me Zotin, kur frekuenton xhamin, krijon një shoqëri të mirë, ai dal nga dal fillon edhe edukon egon e tij, edukon shpirtin e tij dhe dal nga dal fillon të heqë dorë nga vesi i tij. Ka të tillë që vinë në xhami për të hequr dorë nga veset? Të gjithë njerëzit pa përjashtim kanë veset e tyre. Pra nuk janë vese vetëm ato të cilat na janë zmadhuar ne në aktualitetin tonë. Pra edhe problemet shpirtërore janë ves, edhe përgojimi është ves, edhe zilia është ves, pra gjithë njerëzit kanë ato smundjet e tyre shpirtërore, apo në thojza veset e tyre. Dhe frekuentimi xhamive, lidhja me Zotin, adhurime dhe shoqëria e mirë, që ka këto vlera dhe përkujtojnë njëri tjetrin për këto vlera dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin për këto vlera, automatikisht i ndihmon njerëzit që të pastrohen më shumë, të konsolidohen vlerat më shumë dhe dal nga dal të largohen edhe këto papastërti të cilat e kanë shoqëruar njeriu, siç përmendi edhe Lida, e kanë shoqëruar njeriu, si më thënë, në rrugtimin e tyre të jetës. Po. Ju patjetër më thatë që frekuentoni xhamin. Vini re një interesim? Po, është një interes i konsiderueshëm edhe nga të rinj, që
të motivon akoma dhe më shumë, dhe ajo që ka vërej më shumë është që të rinjt nuk e marrin thjesht fen si të mirëqen duke u thënë dikush, po e duan në mënyrë më të argumentuar dhe kjo është një gjë shumë e drejtë. Pasi nga dyshimi fillon gjithçka. Unë vetë në përvojën time personale kështu e kam nisur, duke dyshuar shumë, duke qenë shumë kurioze për shumë pyetje, duke lexuar, duke reflektuar dhe arri në përfundime që feja është shumë, feja islame pra të orienton drejt vlerave dhe ta bën jetën më të lehtë, jo më të vështirë, se kjo është dhe ideja që ta lehtëson jetën, nuk ta vështirëson. Si e ke nisur, Joni, të shkosh në xhami? Unë në fakt... Pra më thatë që keni nisur qysh i vogël. Po, unë në fakt e kam marrë nga prindrit, por vetë prindrit nuk kanë qenë musliman gjithmonë, sepse kanë qenë në kohën e komunizmit dhe domethënë Kanina si fshat është prekur shumë nga komunizmi. Edhe e vërejmë edhe sot domethënë që ka njerëz atje që nuk janë dash të informuar. Do të thonë nuk janë në errësirë fare, po nuk janë dash të informuar rreth islamit për shembull. Vetë prindrit kanë qenë kurioz për fen dhe kjo i shtyu ata që domethënë të lidheshin me një fe dhe kjo ishte feja islame domethënë. Kjo ishte pasi kisha lindur unë, domethënë. Sepse edhe në moshë të re, domethënë, atëre sapo e kishin filluar ta lezonin edhe Kuranin, të falnin në namaz, domethënë. Dhe unë, elhamdulillah, direkt sa fillova, domethënë, mos gaboj 5 vjeç, kam mësuar surën e parë, surën El Fatiha, ma kishte mësuar mami, domethënë. Kjo është, domethënë, elhamdulillah, fati im që direkt sa linda më kishte dhënë Zoti një dhuratë shumë të mirë që ishte familja besimtare. Ta lidhim çik me brezin e ri, unë shikoj shumë shok domethënë, shumë njerëz që nga kurioziteti i tyre i kanë shtyrë që më para të kërkojnë informacion për një subjekt dhe pastaj ta praktikojnë. Shumë shokët e mi, edhe pse mund të mos të jenë musliman, prap janë shumë të informuar rreth fesë. Kur rastis ndonjëherë të bëjmë muhabet, edhe ata domethënë kanë dëshirë që të shtojnë mendimet e tyre, dhe mendimet e tyre janë të sakta, domethënë. Dhe të ndihmon ata që të shtojnë edhe pse jo ta praktikojnë. Po, mundohen. Si shikon të rinjt lindit tanë? Pra të rinjt në xhami, të rinjt të lidhur me fen sot? Fatmirësisht është dukshëm një rritje. Është dukshëm një rritje për mirë. E të rinjve që dëshirojnë, e fillojnë me një natë kadri. E pyesin gjithmonë kur është nata e kadrit. I shikon të rinjt edhe pse, si tha e kundërta e kësaj që tha Joni, edhe pse prindrit nuk besojnë, nuk agjerojnë fëmijët vetë. Edhe kjo shumë e çuditshme, është shumë në rritje kjo pjesë. E fillojnë me një natë kadri, pastaj vitin tjetër e shikojnë atë mirësinë e agjerimit, të besimit, të lidhen, e fillojnë me disa ditë më shumë, pastaj fillojnë me muajin të tërë. Pastaj si thot Joni, vazhdojnë gjërat rrjedhshëm edhe arrin të bëjnë edhe besimtar dhe praktikant të ne kemi goca në shoqatën ardhmëria që kanë ardhur të vogla dhe unë i mbaj mend, domethënë se 4 vite për to është ndryshim i madh. I shikoj domethënë atë shkujdesjen e fëmijës dhe kështu sot i shoh goxha praktikante. Se e nisin si një sfidë fizike, por më pas kur dalim prej muajit Ramazanit e kuptojnë dhe atë dimensionin shpirtëror dhe vlerat që fshihen pas tij dhe përpiqen që ti zbatojnë në raport me njerëzit në jetën e përditshme pra. Edhe në shkolla, në klasa me njëri tjetrin që ndikohen, me thënë se edhe pak si trend, themu, si e shikojnë si trend, po ndoshta edhe pak si tradit, edhe si trend, edhe këto janë shumë mirë që shoqërojnë të dyja bashkë, se nuk duhet ndarë nga njëra tjetra, dhe tradita dhe... Këtë trend dhe kjo tradit, ka rritur numrin e të rinjve që agjerojnë dhe keni ju një statistik? Ta ka një statistik që sa të rinj në Vlorë agjerojnë sot? Nëse më lejoni të korrigjoj pak termin, unë e shikoj si kureshti më shumë se sa trend apo tradit, duke qenë që njeriu në natyrshmërinë e tij rend mbas të fshehtës, pra mbas asaj që i mungon informacioni për të, dhe qëllon që tek të rinjt të mungojë informacione.
edhe për Ramazanin, pse jo edhe për fen, duke qenë që natyrshëm sistemi jonë arsimor nuk e ndihmon të rijun nxënësin që të marrë një kulturë për fetë, jo thjesht një fetë të caktuar, po për fetë në përgjithësi. Pra nuk ka kulturë fetare i riu, pra nuk ka informacion. Por edhoj, sa po e dëgjon, apo sa po e kontakton tek tjetri, apo e gjen tek tjetri që e ka në klasë, tek shoku apo shoqja e tij në klasë, automatikisht bëhet kureshtar. Apo ndoshta, një prind shikon një djalë apo një vajzë të një kolegu apo një miku të tij që shikon që ka sjellje ndryshe nga fëmia e tij, pra për më mirë, ai bëhet kureshtar dhe thotë, ore, pse ky djali komunikon më ndryshe? Pse ky djali bën veprime apo kjo vajza bën veprime më të matura? Dhe shtohet kureshtja për të kthyer tek shkaku real i rregullimit të këtij triu, këtij djali apo kësaj vajze. Mendoj që kureshtja është ajo që e ndihmon triun dhe e ndihmon njeriu më shumti në kontekstin islam. Ndoshta nga elementet kryesorë që e bën islamin kaq fleksibël dhe kaq të aftë për të zgjeruar dhe për të përfaqësuar apo për të marrë nga të tjerët në aspektin e praktikimit dhe njohjes, është se është fe e gjitha racionale. E gjitha është racionale, nga ajeti i parë i Kuranit deri tek ajeti i fundit. Dhe godet pikërisht tek ky element, elementi i kureshtjes, elementi i pyetjeve. A nuk e ke parë? Ata thonë, pra kemi shumë herë në Kuranin familjar që Allahu xhaleshanu i përmend ajetet në formë pyetje, në formë kureshtje. Dhe njerëzit kanë interes, duan të marrin përgjigje. Dhe sa më shumë ky riu lexon, sa më shumë studion, aq më shumë fetar bëhet. Dhe kjo hedh të gjithë tezën komuniste që të varfrit janë fetar. Feja ka dalë për disa nevojtar, për t'i menaxhuar, për t'i kontrolluar, për ku ta diun se çfarë. Ne na del e kundërta, që nxënësi më i mirë i klasës apo i shkollës të del fetar. Studenti më i mirë në universitetit të del fetar. I zoti në profesionin e tij apo në fushën e saj, ku ta diun të dalin fetar. Që do thotë, të hedh të gjithë poshtë tezën që feja e pengon njeriu, feja e pengon të riun për të zhvilluar. Pra, pikërisht ajo që përmendi dhe Ana, i jep kuptim jetës, jetën e bën më të bukur, jetën e bën më të lehtë, jetën e bën edhe më të mirë. Dhe i riu, në momentin kur shton kureshtin, fillon të lexoj apo fillon shikoj edhe modelin përballë, ai automatikisht e ngacmon natyrshmëria dhe thot, pse mos jem edhe unë në rrugë të drejtë, me moral, me dinjitet, të respektoj prindërit, të respektoj familjen, të mos vjedh popullin tim dhe vatanin tim, të mos bëj korrupsion, por të jem në institucion apo në administratë apo kudo, në sektorin publik apo privat, që t'i shërbej vendit tim. Pse? Se unë kam një hesap me Zotin para se ta kem me njeriu. Këto elemente bën njeriu, edhe në veçantë triun, kureshtar që të bëhet pjesë po themi e fesë islame apo përkushtimit fetar apo vizitës së xhamisë apo leximit të Kuranit apo agjerimit të Ramazanit. Po. Dhe çfarë roli keni ju si institucione fetare për t'i tërhequr? E bëni si duhet rolin për të tërhequr të rinjt drejt xhamisë? Nuk po flas për personalisht se ju jeni shumë i angazhuar për këtë pjesë, por në përgjithësi komuniteti musliman shqiptar. Natyrshëm të gjithë mundohen dhe me ato mundësitë dhe kapacitetet që kanë. Madje her pas here shumë prej kolegëve të mi që lu Zotin që t'i shpërblej, prej hoxhallarëve, prej imamëve, prej ftuesve, sakrifikojnë jashtëzakonisht shumë. Dhe gjitha kjo është në dobi të shoqërisë dhe të popullit tonë dhe të vatanit tonë, të shtetit tonë, sepse kjo është elementi, apo një ndër elementet e garancisë që populli jonë po bëhet më i mirë, populli jonë do bëhet edhe më i mirë. Në momentin kur konsolidohen vlerat dhe largohen problematikat. Dhe institucionet fetare, natyrshëm xhamiat, mundohen të luajnë rolin e tyre që ju takon me edukimin e fëmijëve, me ndërgjegjësimin e shoqërisë, me ata që vinë në xhami, po edhe jashtë xhamie me aktivitete të ndryshme që bëhen, për ta ndihmuar shoqërinë që minimumi më e pakta ta shikoj edhe këtë çështje fetare si opsion për jetën e tij, e jetën e saj si alternativë. Pastaj kush dëshiron ta ndjekë, le ta ndjekë, kush dëshiron mos ta ndjekë, le mos ta ndjekë. Por të jetë prezent. Dhe xhamia mundohet, apo xhamiet mundohen që të kenë këtë rol, hoxhallarët mundohen që të kenë këtë rol, dhe mendoj se janë një element i domosdoshëm për shoqërinë tonë,
i jashtëzakonshëm për shoqërinë tonë, për konsolidimin e vlerave, në këtë kohë që fatkesisht po sulmohen vlerat dhe po cënohen vlerat nga të katër anët, dhe institucioni xhamisë apo institucione fetare në përgjithësi, po institucione fetare dhe islame në veçanti, po mundohen jashtëzakonisht shumë që të ruajnë këto vlera për popullin tonë. Natyrisht edhe fetë e tjera apo institucionet e tjera fetare kanë një rol të jashtëzakonshëm dhe është një bashkëpunim dhe një koordinim shumë i mirë për të ruajtur pikërisht këto vlera në shoqërinë tonë dhe në popullin tonë. Në shkollën tuaj ka nxënës, ka të rinj që janë drejt fesë. Ka prej tyre të cilët agjerojnë dhe janë shumë kurioz në lidhje me këtë muaj, bëjmë pyetje vazhdimisht, kush ka më tepër informacion që t'ua shpërndaj. Gjithashtu edhe tek fëmijët është një numër i konsiderueshëm prej tyre të cilët kanë interes dhe pyesin sidomos për natën e kadrit, shumica prej tyre në klasën të paktën ku unë jap mësim, kanë shumë interes që ta agjerojnë këtë natë. Dhe janë shumë kurios si ndodhë, çfarë ndodhë, pse bëjnë këto pyetjet për atipike të fëmijëve. Në klasën tënde juni ka? Po. Domethënë U ke folur ti atyre që ta agjerojnë apo e kanë pas vetë? Te kjo do hym, që kur filloi muaji Ramazanit, domethënë, direkt vura re se shumë shok po më vinin mua dhe po më thonin se do ta mbanin ose nuk do ta mbanin agjerimin ose do ta mbanin disa ditë ose në natën e kadrit, domethënë. Dhe gjej momentin të falenderoj Zotin për këtë se si domethënë jo vetëm që duan të agjerojnë, por edhe duan të jenë pjesë, domethënë të jenë afër njerëzve të tjerë që agjerojnë, domethënë. Domethënë e kanë dëshirën të jenë mes një grupi më të mirë, e kuptojnë kush është domethënë rruga e tyre e drejtë. Po. Të rinjt përpiqen të agjerojnë edhe për të qenë më gati për sfidat apo jo, që ta kanë jetë, siç është shkolla, Natyrisht. apo edhe problemet të tjera sociale, ekonomike. Apo që ne thamë edhe veset. Mendoj që elementi i parë që i mundson agjerimin njeriut, po edhe adhurimet në përgjithësi, është sfida me veten, pra e ka lisin për ta bërë të fortë. Betejë kryesore që ka njeriu për ta fituar ose për ta humbur është betejë me veten e tij, betejë me shpirtin e tij këtu brenda. Nëse njeri, po edhe njeriu në përgjithësi, beson se do dalë nga varfëria, ai do të gjejë gjithë mekanizmat dhe nuk do dorëzohet derisa të dalë nga varfëria. Edhe nëse do marrë kohë, ai do të bashkojë gjithë elementet për ta realizuar këtë objektiv që ka. Në qoftë se ka humbur betejën në shpirtin e tij, në brendësinë e tij, sikur të gjithë mekanizmat ja vendosësh përpara, ai nuk di ti të bashkëveprojë me mekanizmat, nuk di ta krijojë puzzle-in e këtyre mekanizmave për të dalë nga vështirësia ku ndodhet. Që do thotë vjen agjerimi për ta të kalitur njeriu nga mëngjesi deri në darkë, ti nuk do prekësh këtë. Ku parimisht të lejohet për ta prekur, vetëm këtu është përjashtimi. Vetëm këtë nuk do e konsumosh. Edhe pse kjo të lejohet për ta konsumuar. Ushqimi lejohet në çdo lloj kohe. Të ka bërë përjashtim vetëm këtu. Pse? Që ty të bëjt fort, mos u dorëzo përballë sfidave, përballë vështirësive të jetës. Dhe këtu del si një mekanizëm i domosdoshëm për jetën e njeriu. Dhe për mendimin tim, njeriu nuk mund t'i kalojë sfidat e jetës. Jo thjesht kalimin e tyre, po edhe në formën e duhur për të kaluar sfidat, vetëm se nëpërmjet këtij edukimi, që është edukimi me Zotin dhe edukimi fetar. Sepse ka dhe metodik, ka dhe formë se si kalohen sfidat. Sepse unë mund të ndodhë një fatkeqësi familjare, ka për atyre që e kalojnë duke duruar dhe duke menduar mirë, dhe ka për atyre që nuk din të menaxhojnë veten e tyre. Që thotë, ata do e kalojnë sfidën, se janë të detyruar, se është natyrshmëria e njeriut për të kaluar një vdekje, një fatkeqësi familjare. Por i pari është ndryshe. I pari me durim është i matur në veprimet e tij. I pari në durim e kupton që të gjithë janë të përkohshëm dhe të gjithë do dalin të japin llogari. Dunia është e përkohshme, njeriu është i përkohshëm, nuk do të jetojnë përjetësisht. Pra janë dy botë të ndryshme. Dhe pikërisht ky lloj edukimi fetar e bën njeriu jo thjesht kaloj sfidën, por të di se si ta kaloj sfidën. Pa edukim fetar, pa lidhjen me Zotin nuk mund të bëhet kjo. Se s'merr dot përgjigje për vështirësitë. Ore pse unë jam i varfër dhe ju jeni i pasur. Do të kthehemi tek origjina, që Allahu xhaleshanu e ka krijuar gjithçka me urtësi për të provuar njëri tjetrin.
Dhe për ta ndihmuar njëri tjetrin që të kalojmë këto sfida. Ta ndihmojmë njëri tjetrin që ta kalojmë edhe sfidën. Pra edhe sprovohemi ndaj njëri tjetrit dhe do japim llogari ke Zoti, por edhe ta ndihmojmë njëri tjetrin për të kaluar sfidat. Dhe jo secili të shikojë Terezinë e tij dhe punën e tij. Prandaj është domosdoshmëri. Të premten është Bajrami i madh. Pra përmbyll të gjithë këtë muaj të sakrificës. Çfarë është në vetvete ky Bajram i madh? Është pikërisht kthimi në atë natyrshmërinë që na privoi Allahu xhaleshano për të na edukuar. Pra në arabisht po të kthehemi tek Eidul Fitr. Pra festa e fitrit. Pra po, siç kemi iftarin ne, që çelim iftarin, pra kthehemi në natyrshmëri, pra konsumojmë ushqimin, pim ujin. Festa e Bajramit është kthimi në natyrshmëri, për thënë Allahu xhaleshano që tani ti e kalove trajnimin, ti e kalove edukimin. Ti u futën një shkollë një muaj, e edukove veten tënde, tani ktheu në natyrshmëri. Konsumoj ato që i patë të ndaluara në atë periudhë një muaj nga mëngjesi deri në darkë. Është një gëzim. Dhe bukura e festave në Islam, që ka filozofinë e tij të jashtëzakonshme, dhe shpresoj që të vetë në pa, pse jo nga mediat, nga gjithë. Islami kur vjen puna tek festat i ka rregulluar me kode dhe me etika dhe me norma. Dhe të tregon edhe arsyeën se pse festohet edhe si festohet. Islami të thotë ti duhet festosh, sepse ke bërë një arritje. Jo thjesht të festosh. Po pse festojmë nuk dim se pse festojmë. Islami jep kuptim festës. Unë jam edukuar një muaj, kam privuar veten time një muaj për çfarë? Për të mbajtur natyrshmërinë që mbas Ramazanit ta kem të qëndrueshme. Atëherë ja vlen të festosh. Por të festoj se nuk di se pse. Të festoj se unë nuk jam bërë më i mirë. Të festoj se unë e kam lënë vetëm masdora, apo familjen masdore dhe shoqëri masdore. Kjo nuk është fest. Islami të thotë ti do të kesh në natyrshmëri sepse je edukuar një muaj. Ti tashmë e meriton fest. Pra në thojza po themi, në thojza certifikimi për të festuar sepse ke kaluar këtë lloj trajnimi, do marrësh një certifikat. Dhe ja vlen të festosh, ja vlen të gëzohesh. Tamam si puna ti studenti që ka kaluar një rrugtim 3-4 vite apo 5 vite studim, por që i ka dhënë hakun studimit, ai meriton të gëzohet. Edhe të festojmë. Por ju, çfarë është Bajrami? Kto që tha edhe zoti Lita, po. Unë nuk do të shtoja asgjë, domethënë, festa e Bajramit që zgjat 3 ditë. Edhe ajo është një fest bashkimi, edhe ajo ka benefitet e saj, sepse ndërkohë që rrjedha e jetës gjithçka të ndan nga familja, duhet të punosh gjatë, duhet të jesh gjatë, të paktën ato 3 ditë janë ditë feste që njeriu nuk do të shkojë as në punë, as gjikun, duhet të rri me familjen, me njerëzit, me të afërm, me farefisin. Është një lidhje, domethënë, ndërnjerëzore. Unë e shikoj kështu, domethënë, por plotësuese njëra tjetrës, po. Fatmirësisht që edhe unë e dëgjova, domethënë, këtë pjesën e certifikimit, edhe kjo ishte shumë e bukur. Edhe për ju e një gjë. Patjetër është një ndjesi shumë e bukur dhe e veçantë, ndjesia e bashkësisë ku ndan gëzimin me të gjithë njerëzit e dashur që ti ke. Dhe normalisht duke u shkëputur edhe pak nga ky ritmi i shpejtë i jetës së përditshme, fokusohesh te një gjë shumë e bukur, siç është Bajrami. Po. Unë doja të shtoja një perspektiv personale, domethënë, sepse pak a shumë janë përmendur të gjitha ato që janë objektive. Për mendimin tim, agjerimi dhe muaji Ramazanit vë në pas se sa i dobët është njeriu që pa Zotin, domethënë, pa ndimin e tij në vazhdimsi nuk jeton dot, domethënë, shkurt. Po. Nuk dhe Fitr Bajrami, domethënë, është si një lloj rikujtimi që Zoti është afër me ty, domethënë, dhe gjithmonë do të ndihmojë. Atëherë, duke qenë se po shkojmë drejt fundit, nga një mesazh për të gjithë qytetarët dhe besimtarët që po na ndjekin në këto momente. Atëherë, unë u drejtohem gjithë besimtarëve, u drejtohem gjithë njerëzve dhe gjithë të rinjve që kanë agjëruar, të gjithë agjërueshmit. U drejtoj me një mesazh ku uroj që të ketë patur shpërblimin e Zotit për gjitha sakrificat që kanë bërë, të kenë patur mundësinë që të lidhen edhe të jenë pastruar shpirtërisht, të kenë pasur mundësinë e të ndjeri, domethënë, të varfërisë edhe të përballjes me varfërinë, ndoshta ajo do t'i bëj më të mirë me marrëdhëniet ndërnjerëzore.
edhe uroj që në vazhdim, do me thënë të jenë bërë njerëz akoma dhe më të mirë dhe të dalin të pastër dhe të mirë nga ky Ramazan. Po, faleminderit. Po. Do të thoja të gjitha agjëruesve që të dalin nga ky muaj më të mirë dhe të vazhdojnë me veprat e mira dhe pas këtij muaji dhe ku të kenë reflektuar. Po. Duke qenë se jemi afër rreth fundit të muajit të begatshëm të Ramazanit, dua t'ju uroj të gjitha agjëruesve edhe unë një agjërim të pranuar, muaj të pranuar dhe shpresoj që të gjithë të kemi dalë nga ky muaj me diçka të rregulluar, një aspekt të ri të mirë, të cilët të gjithë do ta kenë unike dihet. Por shpresoj edhe që muaji i Ramazanit i ardhshëm të jetë akoma më i begatshëm se ky, inshallah. Zoti i pranov nga xhirusit. Zoti ka për të gjithë, pra inshallah i marrin bereqetin dha të cilët s'kan agjëruar, pra dhe shoqëria jonë. Duke qenë që Allahu xhaleshonu është bujari, ka për agjërusit dhe për atë të cilët s'kan agjëruar, Ramazani përfshin të gjithë. Shpresoj që të arrijmë natën e Kadrit, të marrim sevapin dhe bereqetin. Shpresoj që të kthehemi sa më shumë te Kurani familjarët dhe për ta mbyll, lutem Zotin që të kemi një bajram të bereqetshëm dhe të mirë për familjet tona dhe shoqërinë tonë dhe edhe ju uroj, pra pse jo, kur të vi bajrami që të kemi një gëzim edhe një festë që realisht t'ia vlejmë pas këtij rrugtimi Ramazani një muaj dhe që të gëzojë gjithë shoqëria jonë, gjithë familjet tona, të rikthehemi tek farifision, të rikthehemi tek kontaktet me njëri tjetrin. Dhe lutem Zotin që të bëhemi më të mirë në fund të Ramazanit, mbas këtij rrugtimi një mujor. Faleminderit që ishit me mua sot në studio. Faleminderit zoti Lita, faleminderit zonja Harullah, faleminderit zonja Mesutaj, faleminderit Joni Hoxhaj. Shikues të nderuar, Ramazani është një muaj me vlera të rëndësishme njerëzore, durimi, mirësie, solidariteti dhe reflektimi. Ju uroj të gjithëve që të ketë qenë një muaj i cili t'ju pranohet në fund sakrifica për atë që keni bërë dhe të jeni njerëz më të mirë për të ardhur pastaj tek Ramazani tjetër. Takohemi së bashku të njëjtën e ardhshme. Mirupafshim.